Autori i plagosjes së ndodhur pas ditën e së dielës në Shijak është vënë në pranga. Lajmin e bëri me dije drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës Ervin Hodaj në një konferencë për mediat. Hodaj bën me dije se autori i shtetasi me iniciale EB është arrestuar për veprën penale plagosje e rënd me dashje. Në fakt ka qenë një angazhim i të gjitha strukturave drejtorisë vendore Durrës, i sektorit krimeve të rënda, sektorit të operacioneve, por edhe i komisariatit të Shijakut, cilin gjenë rastin për t'i falenderuar për punën e tyre, falë angazhimit të tyre në kohë dhe të shpejt u bëhe mundur identifikimi identifikimi i autorit dhe ndjekja e tij në itinerarin që ai kishte ndjekur pas ngjarjes. Sigurisht që një nga metodat e punës së policisë është edhe bashkëpunimi me familjarët, cilët nuk ka munguar nga drejtoria vendore, ka pasur kontakt me familjarët, derisa u arrit në fund të kapej autori, i cili nuk ka shfaqur asnjë lloj rezistence. Për momentin mund të themi se çështja është në etip, mund të themi që motivet kanë qenë motive të dobta midis dy qytetarëve. Plagosja ndodhi ditën e dje në lagjin Lugina në Shijak. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta mes dy personave. I plagosur mbeti shtetasi me iniciale EG, i cili mori plag në këmbë.